Horoskopi ditor e premte 2 janar 2026. Dashi. Sundimtari juaj planetar Marsi po ju nxit të ndërmerrni veprime në projektet personale që keni menduar. Yjet rreshtohen në mënyrë të favorshme sot, duke ju paraqitur përzierjen e duhur të guximit dhe inovacionit. Qoftë duke organizuar më në fund hapësirën tuaj të punës apo duke arritur atë qëllim fitnesi. Kapeni momentin ndërsa jeni plot entuziazëm. Jini të vetëdijshëm për vendimet impulsive. Balanconi spontanitetin tuaj me plane të menduara mirë. Në marrëdhëniet ndërpersonale, veçanërisht në punë, qartësia dhe komunikimi i drejtpërdrejt do të japin rezultate pozitive. Është një ditë e mirë për të krijuar rrjete, pasi lidhjet shoqërore mund të paraqesin mundësi të paparashikuara. Kushtojini vëmendje detajeve financiare, veçanërisht nëse po hyni në marrëveshje të reja. Dëgjoni ata përreth jush, pasi njohuritë e tyre mund të shtojnë vlerë iniciativave tuaja. Përqafoni energjinë me një qasje të ekuilibruar dhe mos harroni se këmbëngulja shpërblehet. Universi mbështet përpjekjet tuaja, prandaj ecni përpara me besim. Demi. 2 janari 2026, e gjem Venusin duke ndikuar në sferën tuaj të marrëdhënieve dhe vlerave personale, duke ju nxitur të reflektoni mbi atë që ka vërtet rëndësi. Sot është një ditë për të kënaqur me kujdesin ndaj vetes pa ndjenjë faji. Investoni kohë në mirëqenien tuaj, qoftë një shëtitje e qetë në natyrë apo një hobi krijues që ju freskon shpirtin. Transaksionet financiare mund të kërkojnë një shqyrtim më të afërt, pasi Mërkuri retrograd mund të shkaktojë keqkuptime. Kontrolloni 2 herë shifrat dhe sigurohuni që të komunikoni qartë në marrëdhëniet e biznesit. Emocionalisht ka të ngjarë të ndiheni të qëndrueshëm dhe të ekuilibruar, por qëndroni të hapur ndaj përvojave të reja që mund të sjellin gëzim të papritur. Bisedat me një mik të ngushtë ose të dashur mund të çojnë në një kuptim më të thellë ose të zbulojnë aspirata të përbashkëta, duke ndezur frymëzime për plane të ardhshme. Qëndroni të duruar me veten dhe të tjerët dhe praktikoni mirënjohjen. Njohja e arritjeve tuaja do të rrizë vetbesimin tuaj. Përqafoni qetësinë e kësaj dite dhe lejoni që energjia harmonike t'ju udhëheqë drejt lidhjeve dhe përvojave më kuptimplote. Binjakët. Planeti juaj sundues, Merkuri, ju ofron një shans për të përmirësuar aftësitë tuaja në komunikim. Ndërsa lundroni gjatë ditës, inkurajoheni të shfrytëzoni këtë energji kozmike për të sqaruar keqkuptimet dhe për të përforcuar marrëdhëniet. Mund të gjendeni në qendër të vëmendjes, ku shkëlqejnë përshtatshmëria dhe zgjuarësia juaj. Shfrytëzojeni këtë karizëm në mjediset profesionale ku negociatat ose prezantimet mund të ndryshojnë në favorin tuaj. Jini vigjilent në ndarjen e fakteve nga trillimet, veçanërisht kur trajtoni informacionin sot, pasi nxitimi mund të çojë në gabime. Ndërveprimet shoqërore janë premtuese, duke çuar potencialisht në lidhje të rëndësishme që frymëzojnë ide të reja. Ushqeni kuriozitetin tuaj duke eksploruar tema të reja ose duke rishikuar hobi që stimulojnë anën tuaj intelektuale. Sa i përket shëndetit, moderoni marrjen e kafeinës dhe mbani hidratimin për të mbajtur nivelet e energjisë të ekuilibruara. Relaksimi në mbrëmje do të ndihmojë në relaksimin nga dita stimuluese. Përqafoni përshtatshmërinë dhe komunikimin për të lundruar në mundësi dhe për të rritur rritjen tuaj personale. Gaforria. Fokusi shkëlqen në jetën tuaj familjare dhe emocionale. Hëna, ylli juaj udhërfyes, thekson rëndësinë e rehatisë në shtëpi dhe lidhjeve të forta me të dashurit. Një dëshirë e madhe për siguri mund t'ju shtyjë të bëni ndryshime të prekshme në mjedisin tuaj të jetesës ose rutinën. Ndiqni intuitën tuaj. Ajo do t'ju çojë në krijimin e një hapësire më harmonike. Përveç kësaj, përgatituni për diskutime të mundshme familjare që mund të çojnë në një mirëkuptim dhe unitet më të madh. Në jetën tuaj profesionale, durimi do të jetë aleati juaj. Edhe pse progresi duket i ngadalt, përpjekjet delikate tani do të çojnë në rezultate të rëndësishme më vonë. Financiarisht shmangni blerjet impulsive. Në vend të kësaj, përqendrohuni në konsolidimin e burimeve me mençuri. Një mik i vjetër mund t'ju drejtohet, duke shkaktuar nostalgji dhe duke prekur zemrat. Ndërsa dita shkon, përqafoni aktivitete që ju mbështesin, qoftë gatimi, kopshtaria apo një ndjekje krijuese. Besojini instinkteve tuaja, duke u siguruar që çdo vendim të përputhet me mirëqenien tuaj mendore dhe emocionale. Dhe mshuria është forca juaj. Luani. 2 janar 2026. Ka të bëjë tërësisht me shfrytëzimin e shkëlqimit tuaj të brendshëm për të hedhur dritë mbi sipërmarrje të reja. Dielli, sundimtari juaj, ju inkurajon të dilni në qendër të vëmendjes, veçanërisht në mjediset profesionale. Qëndroni të sigurt në aftësitë tuaja.
kolegët dhe eprorët ka të ngjarta pranojnë potencialin tuaj. Projektet që kërkojnë leadership dhe kreativitet do të përfitojnë nga energjia juaj dinamike. Në aspektin shoqëror, sharmi juaj magnetik mund të hap dyert për ndërveprime emocionuese. Rrjedhimi mund të sjellë aleanca të papritura që nxisin rritjen personale, pavarësisht se gjithçka duket brenda mundësive tuaja. Mos harroni të dëgjoni sa më shumë që flisni. Ndikimi juaj është i fuqishëm, por të qenit i hapur ndaj pikpamjeve të ndryshme do të rrisë leadershipin tuaj. Financiarisht, kjo është një kohë e mirë për të rivlerësuar buxhetet ose për të marrë në konsiderat investimet e ardhshme. Planifikoni me largpamësi për të siguruar stabilitet. Ruani me kujdes energjinë tuaj duke u angazhuar në aktivitete të kohës së lirë gjatë mbrëmjes. Përqafojeni ditën e sotme me optimizëm dhe karizëm, dhe lejoni që guximi dhe kreativiteti juaj t'ju udhëheqin. Virgjëresha, 2 janari 2026. Ju fton të përsosni planet dhe strategjitë tuaja. Me Merkurin në retrograd, qartësia në komunikim dhe plane është thelbësore. Është një ditë ideale për të rishikuar detyrat e papërfunduara, duke u përqendruar në detaje që mund t'i keni lënë pas dore. Organizimi i hapësirës suaj të punës ose zonës së jetesës mund të sjellë një ndjenjë përmbushjeje dhe qartësie. Në mjediset profesionale, qasuni projekteve në mënyrë metodike, duke u mbështetur në aftësitë tuaja analitike për të identifikuar fushat për përmirësim. Kini kujdes të mos bëni angazhime të mëdha financiare sot. Në vend të kësaj, shqyrtoni buxhetet për kursime të fshehura. Nga ana shëndetësore, yjet sugjerojnë përfshirjen e më shumë aktivitetit fizik në rutinën tuaj, gjë që mund të përmirësojë mirëqenien tuaj fizike dhe mendore. Angazhohuni në ushtrime të buta si yoga ose një shëtitje e shpejtë. Nga ana shoqërore, mund të ndiheni introvert. Merrni këtë kohë për reflektim personal dhe vendosjen e prioriteteve. Njohurit të reja mund të dalin nga bisedat me mentor ose miq të besuar. Përqafoni qetësinë e kësaj dite, virgjëresh, dhe lejoni që natyra juaj e kujdesshme t'ju udhëheqë përmes detyrave me saktësi. Peshorja. Ekuilibri është guri juaj i provës, pasi Venusi ndikon si në dinamikën e marrëdhënieve, ashtu edhe në shprehjen e vetvetes sot. Është një kohë e favorshme për të ushqyer lidhjet tuaja, veçanërisht me partnerët ose miqtë e ngushtë. Aftësitë tuaja diplomatike do të ndihmojnë në zbutjen e çdo keqkuptimi, duke sjellë harmoni në ndërveprimet tuaja. Në karrierën tuaj, zgjidhja krijuese e problemeve mund t'ju habisë me rezultate efektive dhe të rrisë reputacionin tuaj. Bashkëpunimi mund të çojë në përparime, prandaj qëndroni të hapur ndaj kontributit të ekipit. Financiarisht, një qasje e ekuilibruar dhe e plot do t'ju shërbejë mirë. Vlerësoni shpenzimet dhe sigurohuni që prioritetet të jenë në përputhje me aspiratat e ardhshme. Kujdesuni për veten fizikisht duke përfshirë aktivitete të kohës së lirë që relaksojnë dhe rigjallërojnë, të tilla si një shëtitje në park ose një orë arti. Mbrëmja është ideale për meditim të qetë. Merrni në konsiderat aktivitete që angazhojnë shisat tuaja dhe sjellin paqe. Përqafoni energjitë harmonike të sotme për të forcuar si botën tuaj të brendshme, ashtu edhe atë të jashtme. Ekuilibri është forca juaj, peshorja. Akrepi. Më 2 janar 2026, përqendrohuni në transformim dhe rritje personale. Ndikimi i Plutonit inkurajon reflektim të thellë dhe ndryshime të mundshme në rrugën tuaj të jetës. Sot, përqafojeni ndryshimin në vend që t'i rezistoni. Transformimi shpesh vjen pas një periudhe reflektimi. Profesionalisht, mendësia juaj strategjike mund t'ju shtyjë drejt mundësive të paparashikuara. Megjithatë, shmangni luftërat për pushtet duke ruajtur transparencën në komunikime. Financiarisht, vlerësoni investimet e mundshme me kujdes, duke u siguruar që ato përputhen me qëllimet afatgjata. Balanconi planifikimin e ndërlikuar me gjykimin intuitiv. Emocionalisht, sot mund të sjellë zbulime të thella rreth marrëdhënieve personale, ndoshta duke zbuluar fusha që kanë nevojë për shërim. Adresimi i këtyre mund të çojë në lidhje më të forta. Mos harroni se cenueshmëria mund të forcojë lidhjet. Për mirëqenie, merrni në konsiderat praktika si meditimi ose shënimi në ditar për të mbështetur veten dhe për të kanalizuar energjitë intensive. Përpjekjet artistike mund të ofrojnë një rrugdalje krijuese. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, lidheni me natyrën ose kënaquni në një tërheqje personale. Të dyja ofrojnë përtëritje. Përqafoni udhëtimin e sotëm të vetëzbulimit dhe besoni në transformim. Shigjetari. 2 janari 2026 është një ditë për zgjerimin e horizonteve tuaja. Ndikimi i Jupiterit ju nxit të përqafoni aventurën, qoftë përmes udhëtimit, të mësuarit apo përvojave të reja.
Zhytuni në një temë që ju intrigon ose bëni një udhëtim spontan për të kënaqur kuriozitetin tuaj të paduruar. Profesionalisht, aftësia juaj për të parë pamjen e përgjithshme mund t'i jap fitim përpjekjeve të ekipit. Frymëzoni të tjerët me entuziazmin tuaj, por sigurohuni që planet tuaja të jenë të realizueshme duke u kushtuar vëmendje detajeve të nevojshme. Financiarisht, ekziston potenciali për fitime nëse qaseni me optimizëm dhe maturi. Vlerësoni rreziqet kundrejt shpërblimeve përpara se të merrni angazhime. Marrëdhëniet mund të ofrojnë biseda pasuruese që hapin perspektiva të reja. Përqafoni dialogun e hapur. Sot është ideale për të rilidhur me miqtë e vjetër ose për të integruar në ngjarjet e komunitetit. Ushtrimet janë çelësi për të ruajtur nivelet tuaja të energjisë. Merrni në konsiderat një ndjekje aktive që përputhet me shpirtin tuaj aventuresk. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi njohuritë e reja dhe se si ato kontribuojnë në rritjen tuaj. Jetoni me guxim por me mençuri. Britsjapi. Disiplina dhe fokusi janë aleatët tuaj ndërsa Saturni udhëzon investimet tuaja në suksesin afatgjat. Sot, bëni hapa të prekshëm drejt qëllimeve tuaja. Edhe përparimet e vogla mund të grumbullohen në përparim të konsiderueshëm. Profesionalisht, tregoni përkushtim dhe besueshmëri. Pasi këto tipare ka të ngjarë të njihen dhe shpërblehen. Planifikoni strategjikisht dhe vendosni objektiva të detajuara për të hapur rrugën përpara. Financiarisht, rivlerësoni shpenzimet dhe sigurohuni që investimet tuaja të përputhen me aspiratat afatgjata, duke u përqendruar në stabilitet dhe rritje. Lidhjet emocionale mund të jenë në shqyrtim. Tregoni vlerësim për të dashurit për të nxitur lidhje më të forta. Balanconi punën me kohën cilësore me familjen ose duke u kënaqur me një hobi personal. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi kujdesit praktik për veten, duke zbatuar rutina që rrisin mirëqenien tuaj. Mbrëmja kërkon relaks. Mblidhuni me një libër ose film të preferuar për të çlodhur. Përqafoni strukturën që ofron sot dhe lejoni vendosmërinë tuaj të çojë ambicjet tuaja në realizim. Çdo hap ka rëndësi. Ujori. Mendja juaj inovative është plot me ide, ndërsa Urani inkurajon një pushim nga rutina. Sot do të ndiheni të frymëzuar për të eksploruar qasje jo konvencionale ndaj sfidave. Profesionalisht, shfrytëzoni prirjen tuaj shpikse për të propozuar zgjidhje ose inovacione të reja. Perspektiva juaj origjinale është një aset i vlefshëm. Megjithatë, bashkëpunimi do të kërkojë komunikim të qartë dhe koncis për të siguruar që të gjithë janë në të njëjtën faqe. Financiarisht, jini të kujdesshëm me sipërmarrje spekulative. Sigurimi i stabilitetit është thelbësor. Kultivoni lidhjet tuaja shoqërore sot. Ato mund të hapin dyert të papritura ose të paraqesin njohuri të reja. Empatia dhe hapja juaj gjithashtu nxisin marrëdhënie më të forta. Personalisht, jepini vetes kohë për vetëshprehje përmes artit, muzikës ose shkrimit si një formë çlirimi dhe zbulimi. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në rifreskimin mendor. Merrni në konsiderat një shëtitje piktoreske ose një podcast interesant që nxit imagjinatën tuaj. Në mbrëmje, shijoni aktivitete që festojnë individualitetin tuaj. Lëreni që veçantia juaj të udhëheqë udhëtimin e sotëm dhe përqafoni çdo mundësi për rritje. Peshqi. 2 janar 2026. Ju fton të përshtateni me intuitën dhe thellësinë tuaj emocionale. Ndikimi i Neptunit hap mundësi për kreativitet dhe lidhje shpirtërore. Kanalizoni këtë frymëzim në aktivitete që qetësojnë shpirtin tuaj. Ndoshta një projekt krijues ose meditim. Profesionalisht, natyra juaj empatike dhe aftësia për të kuptuar dinamikat themelore ju bëjnë një ase të paçmuar në mjediset e ekipit. Qasuni detyrave me dhëmshuri. Kolegët mund të kërkojnë mbështetje dhe udhëzim emocional nga ju. Çështjet financiare kërkojnë një qasje pragmatike. Sigurohuni që ëndrat tuaja të jenë të bazuara në plane realiste. Ringjallni miqësi ose nxisni të reja. Pasi këto ndërveprime mund të jenë pasuruese dhe ndriçuese. Adresoni me hollësi çdo tension emocional që mund të shfaqet në marrëdhëniet personale, duke ofruar shërim dhe mirëkuptim. Balanconi kohën tuaj me vetmi kontemplative. Reflektimi i qetë mund të sjellë qartësi mes ndërlikimeve të jetës. Ndërsa dita mbaron, kënaquni me një përpjekje artistike ose muzikë qetësuese. Përqafoni qetësinë që ofron kjo ditë dhe lëreni imagjinatën tuaj të lulëzojë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.